Vendimi i barazimit 4-4 në gjykatën kushtetuese nuk ishte produkt i presionit frontal të qeverisë, SPAK-ut apo ndërkombëtarëve, por rezultati një loje të ndërlikuar brenda vetë mazhorancës. Burime politike tregojnë se lëvizjet e fundit u drejtuan nga klane të brendshme, të lidhura me emërimet në drejtësi, ndërsa Edi Rama ishte në dieni të plot dhe zgjodhi të mos ndërhynte. Qëndrimi i tij sugjeron një strategji të amortizuar për të matur raportet reale të forcës dhe për të mbajtur nën kontroll përçarjet e brendshme. Barazimi nuk kishte shenjë dobësie institucionale, por sinjal se loja e pushtetit po zhvillohet gjithnjë e më shumë në prapasken, larg debatit politik të hapur. 2 ditë para të premtes së barazimit 4-4, gjykata kushtetuese ndodhej në një pozicion krejt të ndryshëm, i cili u bë publik nga disa media, shkaktoi edhe një val presionesh nga të dyja krahët. Madje u arri deri aty sa personazhe mediatik që konsiderohen si PR privat të SPAK-ut paralajmëruan sikur të ishin prokuror, se pas vendimit mund të arrestohej ndonjë antar i gjykatës kushtetuese. Në të vërtetë, e gjitha kjo u duk më shumë tym se sa zjarr, pasi nëse do të kishte presion kapital pra nga qeveria, nga SPAK-u apo nga ndërkombëtarët, rezultati nuk do të ishte 4-4, por 8-0, siç ka ndodhur disa herë kur është ushtruar presion politik i nivelit të lartë. Burime të besueshme bëjnë me dije se loja që është zhvilluar nga e mërkura e shkuar deri të premten ka pasur lojtar brenda mazhorancës, por me dijenin e ndoshta edhe me lejen e vet Edi Ramës. Sipas këtyre burimeve, Rama e dinte se kjo lëvizje po kryhej, por po e linte të ndodhte për t'i pasur më të qarta raportet e forcës. Burimet teksojnë se Ilir Tosha dhe Gent Ibrahimi kishin bërë të ditur se do të votonin pro kërkesës së kryeministrit, pasi e kishin marrë këtë vendim pikërisht në gjykimin paraprak, kur pezulluan pezullimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku dhe kthyen atë në detyrë. Gjithçka mësohet se është kryer përmes një operacioni të beft të klaneve brenda mazhorancës, të kryesuara nga Fatmir Xhafaj, të cilit dikush i përmendi pseudonimin Teritali në një emision televiziv, si për t'i treguar se gjithçka ishte zbuluar. Sipas informacioneve, këto klane brenda mazhorancës të lëvizura nga Xhafaj, i cili ka qenë njeriu kyç në lëvizjen e emërimeve në drejtësi, përfshirë edhe gjykatën kushtetuese, kanë dashur të tregojnë se fuqia e tyre është potenciale dhe se mund të shfaqet jo vetëm në kuvend. Por kjo është vetëm njëra anë e medaljes, pasi skenarin e dinte më parë edhe vet Edi Rama, i cili nuk bëri asnjë lëvizje për ta bllokuar. Madje mësohet se janë zhvilluar edhe kontakte dhe negociata mes palëve. Kjo do të thotë se Edi Rama ka qenë në dieni të gjithë situatës dhe nuk ka shtypur asnjë buton për të demonstruar forcën e tij. Pikërisht ky qëndrimi i Edi Ramës ushqen më shumë idenë se nuk kemi të bëjmë thjesht me një akt politik apo me protestën e një klani, por me një lëvizje të kontrolluar butësisht dhe të amortizuar nga vetë Rama. Kjo megjithatë nuk përjashton ekzistencën e forcave centrifugale brenda mazhorancës, të cilat Rama nuk i përballon politikisht, por përmes mënyrave të errta dhe nëntoksore.